Po, dhe më thënë, lojtarët që janë pothuaj gjithë në kontingjentin e duhur fizik, pa çka se disa ne kanë ardhur edhe me vonesë, por gjithsesi janë mirë. Normalisht nuk jena në atë 100% e çdo njenit, por gjithmonë kjo fazë është pak problematike. Kështu që mendoj që këta lojtarë që kemi aktualisht janë mos mirë në gjendje për me përballu ndeshjen e Malisheve. Sa ka shërbyer testat miqësor, profesor, për të kolauduar skuadrën? Po, atje kemi pas vetëm 13 lojtarë nga pjesa e vjetshme që kanë lojtarët e ekipit, që nga ndeshja e parë deri e fundit kanë kallëzuar rritje. Thash prapë si jena aty ku duhet, por edhe pjesa e trive janë mundu, kanë dhënë maksimumin, sepse siç e dini kemi marrë shumë nga ekipi i trive këtë radhë në fazë përjatore dhe nga ekipi B. Normal na kanë shërby, megjithatë, thash jemi në proces kolodimit edhe duhet bëjmë gjithçka për ndeshjen nesër. Disa ndryshime, profesor, në ekip, ju ndihmojnë apo është problem për skuadrën? Jo, është kohë e shpejtë. Është kohë e shpejtë, normal dojnë kohën e vetë mu kolodu me ekipin, sepse nërsh kanë lujtë në për ekipet e tjera, gjenë një modul nërsh këtu tek ne, po megjithatë, me kalimin e kohës do të bëhen një me ekipin, pa çka se për momentin nuk janë të shkrim njësoj me skuadrën. Profesor, ka ndonjë lajm të ri në lidhje me pezullimin e merkatos, sepse u thanë se klubi Vllaznia drejtuesit po interesohen? Jo, nuk e di, unë ku kam shku në fazë përjatore kam kënë kredi qetë, sepse që me do 18 muaj tjetër është bë pagesa, nuk e di për që arsye si tek qysh janë punë, sepse nuk është fushja eme dhe nuk di me komentu, por di që është hapë edhe di që mendoj që gjithçka do jetë në rregull. Si ka mundësi vetëm një futbollist është lejuar si Herald Marko dhe të tjerët jo? Nuk e di, Gaci, nuk e di, me thonë drejtën, nuk jam marrë hiç me këtë punë. Normalisht i kam menduar gjitha skenaret e mundshme me dhe pa ekip të plot. E që më del mu për detyrë është që të shoh fushën e lojës, atë lojtarë që do kem do të jenë të gatshëm, do të napin maksimumin, këtë di me garantuar për pjesën tjetër, nuk e kam idenë se si. Përqendve të qartë pra, profesor, të jenë 15 lojtarë, 13 lojtarë, siç është diskutuar, apo jo, unë shpresoj, pra sa lojtarë do të ketë Vllaznia nesër? Unë shpresoj që do të jenë gjithë gatshëm, sepse merkatoja me sa kam marrë vesh është orën e fundit është blloku. Thash pagesat janë bën një muaj përpara, nuk e di se si. Megjithatë thash do të jemi gatshëm për të dy skenaret. Profesor, shumë zhurmë rreth Sherif Kallakut. Si është e vërteta? Unë kam që me do të 8 që kam fillu stërvitin, edhe nesër është nesha, pothuajse një muaj përpara. Vllaznia e ka mirë prit, e ka dashur, edhe i ka dhënë maksimumin e vet. Vjen një moment që me zori nuk mundesh me muaj të kërkon. Profesor, Malisheva kundërshtari që keni dëshuar apo ndoshta nuk keni pasur në preferencat tuaja? Jo, me thënë drejtën nuk e kisha dëshirë, nuk kisha dëshirë të përballesha me ekip shqiptar. Megjithatë këta janë, kjo është fati i shortit, këta janë kapriçet e tij. Do të thënë ishte ekipi më i mirë i mundshëm të gjithë ata ekipet që mundishin në ra. Megjithatë thash, ndeshje që do të jetë fortë, do të jetë luftuar, edhe do ta kërkojmë me ngulm kualifikimin. Në panginën kundërshtarit vjen një trajner që ka drejtuar Vllaznin si Tomas Berdarić, një faktor pozitiv për skuadrën kundërshtar? Tomas e njeh mirë ambientin, e njeh mirë shumicën e lojtarëve tonë. Ndoshta është favor, edhe është favor për te, po gjithsesi ka edhe lojtarë të ri që kemi marrë, por edhe pse i njeh, është tash një favor, por megjithatë ne do të bëjmë pamundjen tonë që ta kthejmë rezultatin. Si vlerësoni Malishevën? Ka bërë shumë lëvizje lojtarësh, e kam pa në opinionin publik në për gazeta që është trumbetuar me të madhe që i kanë ikë shumë lojtarë, por faktikisht ekipin e ka më të mirë se sa ka pas me lojtarë që ka pas. Ka bërë shumë blemje, ka bërë shumë prurje gjatë kësaj merkato dhe janë më të fortë se kanë vjetë.
Lajmi më i fundit është sepse nga Malisheva do të udhtojnë autobus pa limit falës drejt Shkodrës, tifozëria vendase do ta mbështesë me Loro Boriçi i Malisheva. Po janë mirë pritur, ne kemi prit gjithkënd në Shkodër, aq më tepër ato tifoza shqiptar, sepse ato janë njësoj si na, kështu që ato janë vend tyne, kështu pse mos mi pritet dhe mi respektu në maksimum. Sa rëndësishme është për ju, profesor, përkrahja e tifozërisë nesër në stadiumin ndaj Malishevës? E rëndësishme është në maksimum, djemt kanë nevojë për ta. Normalisht, me thënë drejtën, edhe unë personalisht nuk jam akoma i zhgënjym për titullit kampion që ne humbme. Normalisht janë të mërzitur bashkë me tifozat, jena akoma në procesin e mërzisë, akoma s'na ka dalë e keqe, po gjithsesi prania aty në stadium gjithmonë vlen, sepse tifozat janë ata që përkrahin, i napin zemrën e ekipit, ata që në ditë mira dhe ditë këqija duhet me kenë afër Do të vëllezër. kërkoni që ta siguroni ndeshjen që në këtë sfidë të parë, profesor, duke qenë se ndeshja kthimit është në Kosovë dhe gjithmonë Senat, këto janë ndeshje shumë të ekuilibrume, çdo rezultat që mund të arrihet nesër do ketë edhe ndeshjen e dytë më rënd. Nuk mendoj në asnjë mënyrë që mund të zgjidhet tek ndeshja e parë, janë të dyja ndeshje, duhet jena të kujdesshëm, sepse janë dy takime ku mandej vjen eliminimi, pra është një ndeshje që s'mundesh me luajt gjithçka për gjithçka, duhet të jesh i kujdesshëm, duhet të mendosh edhe për ndeshjen tjetër. Profesor, sa frime i duan vllaznisë për ta parë ekipin e kompletuar? Jena shpejt, normalisht që duhen afrime. Qeshori është periudha më e keqe e mundshme për me marrë lojtarë, disa janë me pushime, disa presin, kanë luksin për me pritur dhe zgjellë, sidomos lojtarët e mirë. Kemi bërë përpjekje maksimale me marrë lojtarë. Jemi në tratativa edhe me lojtarë të tjerë, që shumë shpejt do jenë pjesë e vllaznisë, po thash kjo është periudha më e keqe. Jemi mundu me bërë maksimumin për me rritë kjo ndeshje që kemi nesër. Besoj që do ta bëjmë ekipin më të mirë se vitin që shkoi. Në këto situata që gjendet vllaznia, mendoni që kalimi i turit është shumë i rëndësishëm dhe jetik për vllaznin? Jetik jo, i rëndësishëm po, sepse janë Në aspektin moral më tepër. aspektin moral është e nevojshme, edhe në aspektin financiar, të dyja janë bashkë, por janë më tepër janë tek ana ekonomike, sepse të kualifikohesh janë disa të ardhurna më tepër që mundesh me i përdorë për me ble lojtar. Normalisht që ne nuk mundena me pretendu që mundena me fitu një kup tillë, sa më larg shkojmë, aq më mirë duhet të jetë, por t'ja bëjmë smetin, që është nesër, edhe në ndeshjen e dytë mandej të presim. Ndërsa në fundit në port Juve apo po? Jo, Juve, Pols është pothuajse i larguar për ekipit. Nuk ka ndëgjuar me dalë së viti, ka një kërkesë nga ana e shefit Tiraspolit. Më vjen keq sepse kishim investuar te Ideal. Megjithatë thashë më përpara me zori s'mundem me muaj të kërkën, kështu që Për të sqaruar, Kallaku dhe Pols janë shitur apo janë larguar, sepse klubi në fillim i turmetoi domosht si rinovimet, kontratat. po jo, ajo është e vërtetë, ata kishin kontratën 1+1, rinovuan. Pa janë shitur. Janë të shtimi mua janë pothuajse të shitur. Profesor Erlit Krymi ju ka faturuar largimin e tij nga vllaznia, po themi 100% ju personalisht. Ndoshta dëshira e tij pakën nga ato që është shprehur mund të kishte qenë për të vazhduar. Nuk e di, për mua është kapitull kreti mbyllur. Unë kam një vit përpara që jam të po me prioritet, me marrë lojtarë tjerë, atë lojtarë që kanë ikë nga vllaznia, s'kam qejf diskutoj më për ta.